A mund të jetë një shqiptar pas një prej veprave më të guximshme të inxhinierisë evropiane të shekullit të 19? E vërteta është po, dhe emri I tij është Carl Ritter von Gega, ose siç e thërrisnin me krenari rënjët e tij, Carlo Gega. Lindur me 10 janar 1802 në qytetin e Venecias, në një periudhë kur ajo zonë ishte pjesë e perandorisë austriake, Carlo vinte nga një familje me prejardhje shqiptare. Babai I tij, Anton Gega, ishte një oficer në marinën perandorake, një njeri I disiplinës dhe përkushtimit, dhe duket se këto vlera I trashëgoi edhe I biri. Nëse je I apasionuar pas historisë së figurave shqiptare që kanë lënë gjurmë në botë, atëherë kjo video është për ty. Mos harro të bësh like, të abonohesh në kanalin tonë dhe të klikosh mbi zilën që të mos humbasësh asnjën nga videot tona epike që vijnë. Që në moshë të re, Carlo tregoi një talent të rrallë për shkencat. Vetëm 18 vjeç ai mori doktoraturën në matematikë në Universitetin e Padovës, një nga universitetet më të vjetra në botë. Imagjinoni një adoleshent që debatonte teoritë matematike me profesorët më të mëdhenj të Evropës. Por bota e Gegës nuk do të ishte thjesht ajo e librave. Era e industrializmit po frynte fort në Evropë. Hekurudha, kjo rrugë qeliku që ndryshoi historinë e kontinentit, I mori zemrën. Dhe aty ku kishte male, pengesa e pamundësi, aty shihte mundësit ai. Inxhinieria nuk ishte thjesht një profesion për Gegën, por një pasion, një mision. Karriera e tij nisi me projekte rrugësh dhe ndërtimesh në rajonin e Venedikut. Ai ndartoi rrugën përmes maleve të Cortina d'Ampezzo, një vepër e vështirë për kohën. Më vonë u përfshi në ndërtimin e hekurudhës Ferdinand, që lidhte Brnon me Breclav në Çeki, një tjetër dëshmi e kapacitetit të tij teknik dhe vizionar. Por ishte në vitin 1844 kur Carl Gega nisi të ëndërronte diçka të paimagjinueshme, të kalonte Alpet me hekurudhë, përmes kalimit të Semeringut, një zonë e thepisur, me relief të pamëshirshëm që shumë inxhinier e quanin të pakalueshme. Kjo ide u tall dhe u hodh poshtë nga shumë të tjerë. E pamundur, than, e rrezikshme, por Carl Gega nuk u tërhoq. Ai udhëtoi në Angli, në Francë, në Amerikën e Veriut për të studiuar me më të mirët. Pa çdo model hekurudhe, çdo lokomotiv, dhe kur u kthye në Austri, ishte gati të sfidonte jo vetëm skeptikët, por vetë natyrën. Në vitin 1848 nisi ndërtimi I hekurudhës Semering, një nga projektet më të guximshme inxhinierike në histori. Një rrugë hekurudhore përmes Alpeve austriake, nga Glognitz deri në Mürzuschlag, në një terren me pjertësi ekstreme dhe kthesa të mprehta. Në atë kohë nuk ekzistonin lokomotiva që të mund të përballonin një terren të tillë. Por Gega shpiku edhe ato, lokomotiva të reja, të posaçme, që mund të ngjiteshin maleve si Shqiponja. Pas 6 vitesh punë titanike, me 1854 hekurudha përfundoi. 41 kilometra e gjatë, 14 tunele, 16 viaduke dhe mbi 100 ura e mbikalime. Semeringbahn nuk ishte më thjesht një rrugë qeliku, por një triumf I mendjes njerëzore mbi natyrën, dhe pasaj qëndronte një shqiptar, Carl von Gega. Vepra e tij nuk mbeti pa vlerësim. Ai mori titullin Ritter, kalorës fisnik, nga perandori austriak.
Gega është një nga shembujt e rrallë kur aftësia teknike dhe vizioni inxhinierik shpërblehen me nderime të larta fisnikërie. Ritter ishte një titull fisnik që jepej vetëm për merita të veçanta ndaj perandorisë austriake. Ky vlerësim nuk ishte thjesht formalitet. Ai tregonte se puna e Gegës kishte rëndësi kombëtare dhe ndikim historik. Portreti i tij u ngrit në sallat më të rëndësishme të inxhinierisë. Dhe më 1856, ai projektoi një tjetër kryevepër, viaduktin e Borovnicës në Sloveni, një nga urat më të mëdha të kohës. Fatkeqësisht, vdekja do ta ndalonte përpara se të realizonte projektin tjetër madhor. Një hekurudhë përmes Transilvanisë. Karl von Gega vdiq në vitin 1860 në moshën 58 vjeçare në Vjenë të Austrisë, i prekur nga tuberkulozi. Por trashëgimia e tij mbetet e pavdekshme. Ai sot prehet në varrezat qendrore të Vjenës, ku mbi varrin e tij qëndron një stem fisnikërie, por edhe një simbol krenarie. Sepse emri i tij është shënuar me shkronja të arta në historinë e inxhinierisë evropiane. Sot, Semmeringbahn, hekurudha e ndërtuar nga Gega, nuk është thjesht një rrugë transporti. Ajo është shpallur pjesë e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Kjo do të thotë se komuniteti ndërkombëtar e njeh si një nga arritjet më të mëdha inxhinierike në historinë e njerëzimit. Përfaqëson jo vetëm një revolucion teknologjik për kohën e saj, por edhe një harmoni të rrallë mes natyrës alpine dhe inxhinierisë moderne. E nëse udhëtoni ndonjëherë në Austri dhe kaloni përmes Alpeve me tren, dijeni se aty dikur kishte male të pakalueshme. Por një djalë shqiptar me një mendje të ndritur dhe një guxim të rrallë i kaloi ato me hekur, zjarr e vizion. Në hyrje të tunelit kryesor të Semmeringut në një pikë strategjike të hekurudhës që ai ndërtoi, ngrihet një monument kushtuar Karl von Gegës. Është një përmendore e thjeshtë, por kuptim plot, një kujtesë për të gjithë ata që kalojnë aty. Se kjo vepër gjigante nuk do të kishte ekzistuar pa guximin dhe mendjen e një shqiptari që nuk pranoi të dorëzohej përpara asnjë pengese. Karl von Gega, gjeniu që bashkoi kontinentin me binar. A keni dëgjuar më parë për Karl von Gegën dhe hekurudhën që tronditi Alpet? Si mendoni, a duhet të njihet më shumë kjo figurë në historinë shqiptare? Lini mendimet tuaja në komente. Jemi shumë kurioz të lexojmë se çfarë mendoni ju për këtë gjeni me përjardhje shqiptare që sfidoi të pamundurën.